Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salatat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Gjematit nderuar, vëllezër musliman, motra të nderuara muslimane. Sonte do të flasim për historinë e Iljasit a.s., Eljesait a.s. dhe Dhulkiflit, pasi që këto histori janë të shkurtra dhe I kemi përmbledh në një ligjërat. Atëherë fillojmë me profetin Iljasi a.s. Me kalimin e viteve, fillon të përhapet sërish idhujtaria në mesin e hebrejve, sidomos në zonat e Libanit të sotëm, në krahinën e njohur Balabak. Banorët që ishin hebrejnë filluan të adhurojnë një idhull që e quajshin Baal. Prej tij, qyteti dhe krahina e kanë marrë emrin Balbek. Për t'i kthyer sërish në besimin e një Zot të vetëm dhe për t'i ringjallë dispozitat e Teuratit, Allahu xhaleshanuhu dërgoi tek ky popull një profet me emrin Iljas. Ai ishte biri I Jasinit, biri I Azarit, biri I Ojzarit, biri I Harunit a.s. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an lidhur me këtë pejgamber thot: edhe Iljasi ka qenë vërtet një prej të dërguarve. Ai I tha popullit të vet: a nuk po I friksoheni Allahut? Vallë, a I luteni ju Baalit, ndërsa braktisni krijuesin më të mirë, Allahun, Zotin tuaj dhe Zotin e të parëve tuaj të lashtë. Ata e quajtën atë gënjeshtar dhe për këtë shkak do të qohen në dënimin e zjarrit, përveç robërve të sinqert të Allahut. Dhe ne I lam atij kujtim të mirë të brezat e mëvonshëm, paqja qoftë mbi Iljasin. Ja kështu ne I shpërblem punëmirët. Ai ka qenë vërtet një nga robërit tanë besimtar. Kaptina Safat, ajeti 123 deri te ajeti 132 e përshkruan historinë e Iljasit a.s. Dietarët musliman nuk përmendin diçka më shumë rreth pejgamberit Iljas, përveç se ai u dërgua në Balabek dhe se populli I tij e përgënjeshtrua. Sipas disa dietarëve, ai e braktisi dhe u zhduk pa lënë gjurmë, kurse disa të tjerë mendojnë se vdiq duke I ftuar në besim në një Zot të vetëm. Siç gjendet edhe në disa libra të tefsirit, disa njerëz mendojnë se Iljasi a.s. vazhdon akoma të jetë I gjallë. Të njëjtën bindje kanë edhe për Hidrin a.s. Për të vërtetuar mendimin e tyre, ata përmenden në rrëfime nga më të ndryshmet, sipas të cilave si Iljasi dhe Hidri a.s. janë akoma të gjallë. Ka dietarë që pohojnë se 4 profet vazhdojnë të jenë të gjallë. 2 prej tyre jetojnë në qiell, ndërkohë që 2 prej tyre jetojnë në tokë. Në qiell ata mendojnë se jetojnë Idrisi a.s. dhe Isa a.s., kurse në tokë janë Iljasi a.s. dhe Hidri a.s. Padyshim se kjo është një gafë e rëndë dhe mund të quhet edhe e pavërtetë. Në një hadith të transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, Muhamedi a.s. pasi që e fali namazin e yatsis, kthehet nga të pranishmit dhe u thot: a e shihni këtë natë?
të pranishmit u përgjigjen, po o i dërguari Allahut. Profeti Alsam u tha, 100 vite pas kësaj nate, askush nga ju nuk do të jetë gjallë. Pra, në kuptimin që pohimet të cilat thonë se është i gjallë Iliasi dhe Hidri, mundën me qenë të pavërteta, sepse ky hadith i pejgamberit Alsam na dëshmon se nuk ka mundësi me jetu në kohën e sotit dikush më shumë se sa 100 vite mesatarisht, domethënë është fjala. Historia e profetit Eliesai a.s. Allahu Gjeleshanu në Kur'an lidhur me Eliesain a.s. thot, kujtoje edhe Ismailin, Eliesain dhe Dhulkiflin, të gjithë ata kanë qenë nga besimtarët e zgjedhur e të mirë. Gjithashtu në një ajet tjetër kuranor, Allahu Gjeleshanu thot, po ashtu udhëzuam edhe Ismailin, Eliesain, Yunusin dhe Lutin, se cilin për tyre e ngritëm mbi të gjithë njerëzit. Eliesai ishte biri i Adi dhe disa mendojnë se rrjedh nga familja e Harunit, ashtu siç thuhet se ishte djali i Axhës Iliasit a.s. Nga dy ajetet e Kuranit kuptojmë qartë se Eliesai a.s. ishte ndër njerëzit e zgjedhur nebi nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu. Pasi Iliasi a.s. me lejen e Allahut shpëtoi nga vujtjet e popullit, ata shumë shpejt harruan dhe dolën përsëri kundër Iliasit a.s. Duke ju rikthyer prap idhullit të tyre i quajtur Baal. Për këtë Iliasi a.s. u mërzit atë shumë saqë i kërkoi Allahu Gjeleshanu që ta merr nga kjo botë. Allahu Gjeleshanu i pranoi lutjen duke i caktuar vendin ku do të shkoj. Sipas Web Munebiut, Iliasi a.s. së bashku me Eliesai a.s. shkuan të vendit të cilin ua kishte caktuar Allahu Gjeleshanu, dhe me këtë rast aty shfaqet një kafsh ngjyrë zjarri, ngjajshëm me një kal i cili ndaloi para Iliasit a.s. Më pas Iliasi a.s. hyp në të dhe fillon të largohet në drejtim të qiellit. Eliesai a.s. i thot, po shkon dhe mua po më lën vetëm mes këtyre njerëzve. Iliasi a.s. i thot, duro pasi Allahu do të dërgoj ty me melekun Gjibril dhe kur të vi ai nuk do të kesh nevojë më për mua. Në këtë kohë nga lart i lëshon Iliasi Eliesait sejdën në të cilën e krynte namazin. Në këtë kohë populli i dhujtar ju rikthyen ndëshkimet. Nga do që të shikoje gjeje kufoma në tokë, aq e trishtume u bë gjendja dhe situata, sa që nuk gjendeshin njerëz për të i vorosur ata në varrezë. Nga ana tjetër, Eliesai a.s. largohet nga populli i dhujtar duke u vendosur në një fshat i quajtur Eriha, i cili ka qenë dikun në Jerusalem apo në Palestinë. Kur Eliesai a.s. shkon në këtë fshat, tregohet se në fshatin e Erihas uji ishte bërë i papishëm dhe ata shkuan te Eliesai a.s. dhe ju ankuan. Eliesai a.s. shkon deri tek pusi dhe duke i hedhur krip, thot, bëhu i pishëm dhe me lejen e Allahu Gjeleshanu uji u rikthye në gjendjen e mëparshme. Këto janë disa prej mrekullive të Eliesait a.s. të cilat transmetohen në forma të ndryshme. Po ashtu tregohet se një grua e shkon tek Eliesai a.s. ku i kërkon ndihmë
pasi borxhet e kishin mbuluar dhe se nuk kishte asnjë mundësi se si të i kthente ato borxhe. Elesaj e pyet se çka ki në shtëpi prej pasurisë. Ajo grua i thot asgjë nuk kam përveç se një lugë vaj. Elesaj i thot shko dhe hedhe atë lugë në një enë. Gruaja pasi shkon në shtëpi dhe vepron ashtu se siç e kishte urdhëruar Elesaj vëren se të gjitha enët të cilat i kishte në shtëpi kishin filluar të mbusheshin me vaj dhe kështu ajo filloi që ta shes derisa i shlyeti të gjitha borxhet. Ashtu si çdo njeriu, edhe Elesajt ju ofrua vdekja, ndaj ai e thirrë Dhulkiflin, të cilit i kërkoi t'ia kryej ai shërbimet e vorrimet, namazin e xhenazës, varrimin që finosin e kështu me radhë. Pra kur të vdes, si dhe për t'i treguar popullit që Dhulkifli është drejtuesi juaj. Mendohet se Elesaj ka vdekur gjatë kohës së sundimit të mbretit Israelit Joshua. Mësimet që nxjerrim nga historia e Iljasit a.s. dhe Elesajt a.s. Fillimisht besimi në një Zot që ishte bosht i çdo misioni të gjithë pejgamberët. A nuk do të keni frikë nga Allahu apo adhuroni Baalin dhe po e lini krijuesin më të mirë? Guximi përballë shumicës. Iljasi a.s. u përball me popullin që e refuzonte të vërtetën. Qëndrueshmëria në thirrje, edhe pse u mohua, ai nuk hoqi dorë nga misioni i tij. Përfundimi i nderuar për besimtarët. Allahu xhaleshanuhu thot paqja qoftë mbi Iljasin. Pra Allahu e nderon thirrësin e sinqert edhe nëse populli e refuzon. Sa i përket mësimeve nga historia e Elesajt a.s., vazhdimësia e misionit fetar. Elesaj a.s. morri përgjegjësinë prej Iljasit. Pra feja nuk varet nga një individ, por vazhdon me breza apo brez pas breze. Nevoja për pasardhës të përgatitur. Allahu e përmend Elesajin a.s. si prej të mirëve. Mësimet e përbashkëta nga të dy pejgamberët, devotshmëria përballë idhujtarisë. Të dy u përballën me shoqëri të devijuar. Thirrja nuk kushtëzohet me sukses të dukshëm. Përmendja e tyre në Kur'an është lavdërim, jo statistik suksesi. Mëshira dhe paqja për robërit e sinqert. Allahu xhaleshanuhu thot, paqe qoftë mbi të dërguarit. Historia e profetit Dhulkifl a.s. Kur Iljasi a.s. u plak, i thot popullit të tij, të dashurit e mi, tashmë jam plak dhe nuk kam forcë që t'ju udhëheq. Ndaj vendosni një udhëheqës i cili duhet të ketë 3 cilësi: të agjeroj ditën, të falet natën, namaz nafile, dhe të jetë i drejtë. Nga të pranishmit foli vetëm një djalë i ri. Dhe tha, unë i kam këto cilësi. Iljasi a.s. i thot, vërtet i vën këto? A i tha, po. Mirë, po nga paraqitja nuk jam mbushi syrin Iljasit a.s. Ndaj nuk e pranon. Të nesërmën, Iljasi a.s. prap e ban të njëjtën kërkesë që duhet të jetë dikush një udhëheqës që i ka 3 cilësi të cilat i përmendëm më lart. Të agjeroj ditën, të fal namaz natën dhe të jetë i drejtë. Prap nuk foli askush, por u lajmëru i njëjti person i cili ishte lajmëruar në ditën e parë. Dhe në këto kushte, Iljasi a.s. e pranon atë duke e bërë udhëheqës. Pra ky njeri ishte Dhulkifli a.s. Disa thonë se ai ka dhe një emër tjetër të quajtur Bishr. Dhul do të thot posedues dhe kifl i drejtë, durimtar. Pra posedues i durimit apo posedues i drejtësisë.
Po ashtu ka edhe kuptimin e njeriu të mirë, sipas Hakimit në Mustadrekun e tij, thotë se Dhul-Kifli ka qenë djali i profetit Ejub a.s. Profeti Dhul-Kifl a.s. përmendet në 2 ajete kuranore, surja El-Anbiya dhe surja Sa'd, ku Allahu xhaleshanuhu thotë në kapitullin El-Anbiya ajeti 85, por kujto Ismailin, Idrisin dhe Dhul-Kiflin që të gjithë ishin të durueshëm. Pas largimit të profetit Iliasit a.s., drejtimi i Beni Israilëve ju dorëzohet Dhul-Kiflit a.s. Por kohën se kur ka drejtuar Dhul-Kifli a.s. ka mendime të ndryshme. Disa thonë se ai ka drejtuar pas profetit Ejub a.s., më konkretisht Dhul-Kifli ka ardhur pas Eliesait a.s. Sikurse profetët e tjerë edhe Dhul-Kifli a.s. ishte shumë i devotshëm ndaj Allahut xhaleshanuhu, edhe pse ai u bë udhëheqës, ai vijoi të ketë 3 cilësi të cilat i plotësoi në fillim kur i kërkoi Iliasi a.s. Mirë po, kjo gjë e shqetësoi shejtanin, i cili vendosi ta largojë nga këto cilësi. Njërin nga komentatorët e nderuar të Kuranit, Mujahidi, ka thënë: Iblisi urdhëroi shejtanët ta devijojnë Dhul-Kiflin nga rruga e drejtë, mirë po nuk ja arritën. Ndaj, shejtani e mori vetë përsipër ta mashtroi Dhul-Kiflin. Dhul-Kifli a.s. ishte njeri i mirë, durimtar, njeri që i bënte ibadet Allahut me agjerim ditën dhe natën me namaz. Mirë po Dhul-Kifli a.s. në kohën e drekës binte në gjumë për të pushuar, sepse gjumi pas dreke e ndihmonte për të qëndruar natën sa më gjatë për të bërë ibadet, për të falë namaz. Me qëllim që ta lodhte atë, shejtani merr formën e një plaku të varfër dhe shkon tek Dhul-Kifli a.s. pikërisht në kohën kur ky binte për të pushuar pas drekës. Pra, me elon pa gjumë që mos me mujtë në mbrëmje me bo ibadet. Dhe i thotë se populli më ka bu pa drejtësi, ja ka në një farë derti disa halla. Dhe Dhul-Kifli i thotë, e ja në mbrëmje, pasi ti përfundoj punë, sepse ishte si udhëheqës, dhe ta zgjidhi këtë problematikë. Dhe Dhul-Kifli e pret në natën e parë, por ai nuk lajmërohet. Të nesërmen i lodhur Dhul-Kifli, duke i drejtu i zgjidh punët e popullit, mend i kishte te plaku. Kur Dhul-Kifli shkoi për herë të dytë, domthonë në ditën e radhës, për të pushu, prap i njëjti plak erdhi me të njëjtat kërkesa. Dhe i tha se unë të kam prit në mbrëmje. Mirë po ky u arsyetu me disa arsyetime thujase krejtësisht të banale, po sigurisht të pavërteta. Edhe Dhul-Kifli i tha eja në mbrëmje, se ta zgjidh këtë problem. Mirë po ai prap nuk ju lajmërua. Të nesërmën nuk e gjeti askund. Dhe me këtë rast, kur shkoi me pushu pas dreke, Dhul-Kifli a.s. Ju tha që askush mos të hynë në dhomën e tij. Dhe kështu, të dera e tij u vendosën njerëz apo roje të asaj kohe. Dhe kur filloi me pushu, me pushu Dhul-Kifli a.s. Prap trokiti dikush në derë dhe Dhul-Kifli a.s. bërtiti me të madhe, tha: a ju thash që askush mos të afrohet tek dera ime. Njerëzit të cilët ishin tek dera thanë për Allahun, askush nuk ka kalu këtu pare, ja shikon edhe derën e kemi të mbyllur. Mirë po, shejtani i mallkumit, i cili ishte në formë të plakut, vetëm ishte mrena në dhomë. Pasi Dhul-Kifli e pa, edhe filloi me diskutu me shejtanin. Dhe i tha,
Mirë po plaku i moshuar ishte brenda në dhomë. Dhul-Kifli a.s. e pyeti, si hyre? Roja dhe qelsi nuk janë pengesë për mua, ja ktheu. Atëherë Dhul-Kifli a.s. i thot, ti je la'anatullahu, ti je shejtani. Dhe me këtë rast, djalli i madhëu i thot, po gjithë këtë e bëra që të lodhja, të lija pa gjumë, kështu ti të lodhesh dhe të mos kesh mundësi t'i bësh Allahut ibadet gjatë natës dhe të mos agjërosh gjatë ditës. Por, me këtë reagim dhe zbulim që arrite të bësh, unë tash s'kam mundësi të devijoj nga rruga e drejtë. Ndaj, Allahu e quajti Dhul-Kifl të durueshëm dhe të mirë. Mësimet që i nxjerrim nga historia e Dhul-Kiflit a.s. Durimi është virtyt profetik, pejgamberik. Prandaj edhe ne duhet ta posedojmë një cilësi të tillë. Allahu e përmend ndër të durueshmit sabirin. Besnikëria ndaj amanetit. Emri Dhul-Kifl lidhet me marrjen përsipër të një përgjegjësie të madhe. Drejtësia në gjykim dhe veprim. Transmetimi tregon se ai ishte i drejtë në gjykim dhe nuk i nënshtrohej emocioneve. Qëndrueshmëria në adhurim. Edhe pse kishte sfida të shumta Dhul-Kifli a.s. Madje edhe nga vetë shejtani i mallkum, prap nuk e la adhurimin, ibadetin ndaj Allahut xhaleshanuhu natën dhe nuk e la as agjërimin gjatë ditës. Për fshirja në mesin e të zgjedhurve, Allahu e përmend Dhul-Kiflin a.s. bashkë me pejgamberët e tjerë të mëdhenj. Ne lutim Allahun xhaleshanuhu që të gjitha këto mësime të i marrim dhe të i vendosim në praktikën tonë, apo s'paku këto mësime të jenë model për ecurinë e jetës tonë në këtë botë në mënyrë që të shpresohemi në shpërblimin e Allahut xhaleshanuhu në botën tjetër me xhenetin Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.